Për të 7 vit me radhë në Kolonjë mbahet kolonia e piktorëve të vegjël, të cilët hedhin në telajo vendet më të bukura të krahinës së njohur. Këtë vit kanë qenë 23 fëmijë të grup moshave të ndryshme që kanë pikturuar Ersekën, Rehovën, Borovën, Shelegurin dhe Leskovikun. Të gjitha punimet e tyre do të paraqiten në ekspozitën e kësaj kolonie të veçantë në qendër të qytetit të Ersekës, koloni e cila është e vetmja e kësaj moshe në vendin tonë. Unë jam në moshën 14 vjeçare dhe kam herën e parë që dal në këtë ekspozit, por kam një eksperiencë për 3 vite që merrem me pikturën. Më pëlqen piktura, po mendoj të vëm në të ardhmen. Më pëlqen më shumë mjekësia, po. Jam 14 vjeç dhe kam 9 vite që pikturoj. Një fshat me tradita shumë të bukura dhe me natyrë shumë të bukur. Unë po pikturoj male, një avllin, se mund ta quaj në gjuhën popullore dhe këto rrejtë e bukura, qiellin e bukur të kaltër. Unë më tepër pikturoj pamje të natyrës kështu. Sot unë po pikturoj këtë pjesën e rrugës, gjithashtu edhe të shtëpisë me pemë. Sot do marr pjesën e malit përballë dhe pema këtu afër edhe rruga. Berti Çaushi, një nga mësuesit e pikturës në këtë koloni, tregon se ky është një aktivitet i veçantë në Shqipëri, ndërsa fëmijët vijnë nga gjithë qytetet e qarkut të Korçës. Është edicioni 7 i piktorëve të vegjël, koloni që organizohet në kujdesin e qarkut të Korçës dhe të Bashkisë Ersek. Marrin pjesë si zakonisht 23 fëmijë nga të gjitha qytetet e qarkut tonë. Kryesisht punojnë teknikën e akuarelit në peizazh edhe vizatim. Në gjithë këto vite pothuaj kemi krijuar një fond për të çelur një galeri të veçantë të piktorëve të vegjël, e cila do të ishte plus për qytetin tonë, edhe nuk kanë rrethet e tjera. Përpara kësaj kolonie me piktorë të vegjël, në Kolonjë është mbajtur vjeshta art e Kolonjës, ku 45 piktorë profesionistë nga trojet shqipforce kanë hedhur në telajo bukuritë e kësaj zone.